Ekipi I Tërbunit në boks nuk ka shumë kohë që është formuar, por me njëherë falë punës pasionante, mjeshtrore dhe profesionale të dy vëllezërve Emiliano dhe Claudio Cecchini, ka korrë suksese të njëpasnjëshme. I fundit është ky që u zhvillua në Fier, ku ishte ndër më të mirët në renditje ekipi I Tërbunit, ndërkohë që e veçanta është sepse u shpall boksieri më I mirë nga xhiri I Tërbunit, që është Bjordi Cecchini. Me Claudio Cecchinin më njëherë pas aktivitetit urime, profesor. Faleminderit Gaci për gatishmërinë tuaj që tregoni her pas here. Ky aktivitet ishte një aktivitet shumë I fortë me një pjesëmarrje shumë të madhe të bokserave, ku një ndër to spikohet I boksieri I palesës tonë, Bjordi Cecchini, duke u shpallur kampion shqiptar dhe mori kupën si boksieri më I mirë I gjithë aktivitetit. Bjordi Cecchini është një element që ka dalë nga palestra jonë, që shumë shpejt do të bëhet një emër I madh për boksin shqiptar. Na përgatitemi për Europian me Bjordin. Ky ka qenë një vit jashtëzakonisht I mirë për Bjordin, që shpresojmë që të vazhdojnë kështu edhe në vazhdim. Duke ndalur tek Bjordi jo shumë larg në Portogali, ju ishte së bashku me Bjordi Cecchinin dhe pati suksese, diçka edhe për Portogali. Atje në Portogali është një kup që bëhet vit pas vitit, me një pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe me I mirë sa sportista, ku Bjordi Cecchini me talentin e tij u shpall kampion dhe mori gjerdanin e kampionit, duke rrahur në finale 2 herë kampionin e Anglisë, që do ta theksoj, që ai do të jetë dhe pjesëmarrës në Europian. Pra do t'i takojnë përsëri mohasmat bokser në Europian, që Anglia tani dihet Angli, Ukrainë janë dy shtetet më të forta të Europianit. Pra Bjordi Cecchini poshti me rezultatin 2-1, me kthim rezultati, duke hupur rondin e parë dhe ty 2 runde tjera. Claudio është kënaqësi e veçantë sepse familja Cecchini po e vazhdon traditën e mirëfillt të sportit të boksit. Pas jush, pra 2 vëllezërve Emiliano dhe Claudio Cecchini, vjen Bjordi Cecchini, që me të vërtetë, siç thatë ju, por e theksojnë dhe shumë specialistë të boksit, do të jetë një ardhme e sigurt të boksit shqiptar. Po patjetër që do të jetë një ardhme e sigurt të boksit shqiptar gjithmonë, po ne e me kam tokë që sporti e ka këtë, dhe po vazhdoj me këtë stërvitje që deri tani është mjaft mirë. Pra është ne për musha ne që I kërkojmë stërvitje. Për sa I përket tradita boksit, faleminderit edhe këtyre djelmosha që po na vazhdojnë përsëri emrin me majt në për aktivitete, në për kampionate. Duke u kthyer tek kampionati I trive zhvilluar në Fier, patet dhe nën kampionin tjetër nga ekipi juaj. Po tjetër s'mund të ri, po përmend një Roald Mhill, një sportist I ri me pak kohë stërvitje, ka atje me realista, që bën një paraqitje të jashtëzakonisht mirë, duke fituar një neshë dhe hub në finale me kampionin që u shpall kampion një boksier I Fierit. Claudio, kur vendoset merrni të drejtimin e boksit në Puk, pra ju ishit iniciator pra herë të parë, u formua një ekip boksi në Puk dhe kjo fal vëllezërve Cecchini, kishit menduar se kaq shpejt do të vinë këto rezultate dhe si është bashkëpunimi me drejtuesit e bashkisë Puk? Atje bashkëpunimi është jashtëzakonisht I mirë me to, ne I falenderojmë shumë për mbështetjen që po na bëjnë her pas here, se me thënë edhe mbështetja atyre është. Kena një marrëdhënie jashtëzakonisht mirë, për sa I përket ai kena prit rezultatet ka shpejt, me punën që I bëjmë palestër edhe rezultatet vinë. Pra deri dikoj na kanë përgatitur për këtë. Si që po edhe vjet na qit me ekipin kampion, dominuar në tonë Shqipërinë, dhe qit me edhe bokserin edhe vjet e kena mbyll vitin, pra vitin e vjetshëm e kena mbyll me bokserin më të mirë që ishte Jurgen Lazari. Claudio, urime për këto rezultate. Faleminderit shumë për jush.